Historia trishtuese e Otto Warmbier. Otto Warmbier pati një nga historitë më tragjike të viteve të fundit, sepse një udhëtim turistik u shndrua në fatkeqësi që i kushtoi jetën. A i lindi në 12 dhjetor 1994 në Cincinnati, një student shumë i mirë, sportist dhe studionte ekonomi. University of Virginia. Familja dhe miq të përshkruanin si inteligjent, gazmor dhe plot plane për të ardhmen. Në fund të vitit 2015, ai vendosi të merrte pjesë në një udhëtim turistik në Korea e Veriut. Shumë turistë vizitonin vendin përmes agjensive të specializuara, megjithse dijej se ligjet atje ishin jashtëzakonisht të repta. Otto mbërriti në Penjan në fund të dhjetorit vitit 2015 me një grup turistësh. Gjatë udhëtimit vizitoi monumente, muze dhe vende të lejuara nga autoritetet. Në ditën kur grupi po përgatitej të largohej nga vendi, në 2 janar 2016, Otto u ndalua në aeroport. Fillimisht askush nuk e kuptoi arsyen. Pak javë më vonë, autoritetet koreane veriore njoftuan se ai akuzohej për vjedhjen e një posteri propagandistik nga hoteli ku kishte qëndruar. Në mars 2016 u organizua një gjyq shumë i shkurtër. Otto doli para kamerave dhe bëri një deklaratë ku kërkoi falje me lot në sy. Shumë vëzhgues ndërkombëtar besuan se deklarata mund të ishte bërë nën presion, por kjo nuk është konfirmuar. Ai u dënua me 15 vjet punë të rëndë. Familja e tij mbeti e shokuar. Më shumë se një vit heshtje, rreth 17 muaj nuk pati pothuajse asnjë informacion të besueshëm për gjendjen e tij. Më vonë autoritetet koreano-veriore thanë se Otto kishte rënë në koma pasi kishte marrë një pilul gjumi dhe kishte zhvilluar botulizëm. Mjekët amerikan pasi ekzaminuan thanë se nuk gjetën prova që mbështesnin këtë shpjegim. Rikthimi i tij në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në qershor 2017, Otto u lirua papritur dhe u kthye në Shtetet e Bashkuara të Amerikës me avion mjekësor. Pamjet e mbërritjes tronditën botën. Ai nuk fliste, nuk hapte syt në mënyrë të vetëdijshme, nuk reagonte ndaj familjes. Mjekët konstatuan se kishte pësuar një dëmtim shumë të rëndë të trurit dhe ishte në gjendje të vetëdijes minimale, pa shenja të një dëmtimi fizik të freskët si fraktura apo plagë të hapura. Prindrit e tij thanë se djali që u kthye nuk ishte më ai që kishte ikur. Fundi tragjik i tij. Vetëm 6 ditë pas kthimit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në 19 qershor 2019, Otto ndroi jetë në moshën 22 vjeç. Vdekja e tij shkaktoi zemërim në mbar botën. Familja e tij deklaroi se ai kishte qenë viktimë e një trajtimi çnjerëzor ndaj ndalimit. Rasti Otto Warmbier ndryshoi mënyrën se si shumë amerikan e shihnin udhëtimin në Korenë e Veriut. Më pas qeveria amerikane ndaloi përdorimin e pasaportave amerikane për udhëtime turistike në Korenë e Veriut me përjashtime të kufizuara. Një histori që ka prekur shumë njerëz. Ajo që e bën historinë e Ottos kaq të dhimbshme është kontrasti mes fillimit dhe fundit. Ai ishte një student 21 vjeçar në një udhëtim për kuriozitet dhe për të parë një nga vendet më të mbyllura në botë. Dhe kur u kthye nuk ishte më në gjendje të fliste me prindrit, të përfundonte studimet apo të vazhdonte jetën që kishte planifikuar. Edhe sot mbeten pyetje pa përgjigje të plota për atë që ndodhi gjatë muajve të ndalimit të tij për shkak të mungesës së informacionit të pavarur nga Korea e Veriut. Nuk dihet me siguri se çfarë i shkaktoi dëmtimin e rënd të trurit. Ajo që dihet është se historia e tij mbetet një nga rastet më të njohura dhe më tragjike që lidhen me ndalimin e një turisti të huaj në Korenë e Veriut. Kur avioni mbërriti në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, familja mezi e njohu. Otto nuk fliste, nuk komunikonte, nuk i njihte më prindrit, nuk mund të lëvizte normalisht. Mjekët konstatuan se kishte një dëmtim shumë të rëndë të trurit i cili kishte ndodhur muaj më parë. Ai ishte torturuar. Kjo është pyetja që bën pothuajse të gjithë. Familja e tij tha se besonte se Otto ishte trajtuar mizorisht gjatë ndalimit. Megjithatë, raportet mjekësore amerikane nuk dokumentuan shenjat frakturave të kafkës apo plagëve të freskëta për të pranuar një rahje të rëndë pak para kthimit. Po ashtu, për shkak se nuk pati qasje të pavarur gjatë kohës të ndalimit, nuk dihet me siguri se çfarë i shkaktoi dëmtimin e trurit. Ekspertë dhe organizatat të drejtave të njerëzit kanë vënë në dukje se në Korenë e Veriut janë dokumentuar raste të keq trajtimit të burgosurve. Megjithatë, për rastin e Otto
Warmbier nuk ka prova publike që lejojnë të përshkruhet me siguri se çfarë ju bë atij gjatë muajve të ndalimit. Vetëm 6 ditë pasi u kthye në shtëpi, Otto vdiq. Ishte vetëm 22 vjeç. Në vend të diplomimit në universitet, familja organizoi funeralin. Babai i tij, Fred Warmbier, tha se djali i tyre ishte kthyer i verbër, i shurdhër dhe praktikisht para agim. Këto ishin fjalët e familjes për gjendjen e tij dhe pasqyronin në dhimbjen e tyre. Rasti Otto Warmbier tronditi opinionin publik ndërkombëtar. Pas vdekjes së tij, Shtetet e Bashkuara të Amerikës vendosi kufizime të rrepta për udhëtimet e qytetarëve amerikanë në Korenë e Veriut. Edhe sot historia e Otto Warmbier mbetet një kujtesë e fortë se sa të rënda mund të jenë pasojat kur një person ndalohet në një shtet ku nuk ka transparencë dhe ku është shumë e vështirë të verifikohet se çfarë ndodh brenda sistemit të burgjeve. Ajo që bën historinë e tij kaq të dhimbshme nuk është vetëm fundi tragjik, por edhe fakti se 17 muaj të fundit të jetës së tij mbeten kryesisht një mister. Kjo është arsyeja pse vazhdojnë debatet dhe pyetjet për atë që ndodhi me të në Korenë e Veriut, ndërsa shumë prej përgjigjeve nuk mund të verifikohen me siguri.